ndihesh pak minuta para nisjes së sfidatës? Ndihem shumë e emocionuar, po njëkohësisht ndihem edhe shumë e lumtur edhe krenare që po e prezantoj vendin tim, Kërçovën, aty ku jam lindur edhe ku jam rritur, dhe ndihem shumë mirë. Koleksioni jot është i inspiruar tek tradita? Koleksioni im është inspiruar nga veshjet kërçovare që datojnë me shekur, që vishin edhe sot e kësaj dite dhe që vajzat kërçovare, gratë dhe të gjithë njerëzit që janë nga Kërçova. Po ashtu edhe burremi me shumë këtë veshje që e kemi dhe unë doja ta prezantoj pikërisht këtu në Tiranë tek shteti shqiptarëve që na bashkon të gjithëve. Cilat janë pritshmëritë tua pas kësaj sfilate? Koleksioni jo do të prezantohet më pas edhe në rrjetet sociale, edhe do të shihet nga i gjithë publiku. Ke pritshmëri, pret ndoshta kërkesa për të blerë krijimet e tua? Edhe pres kërkesa, pres edhe kritika, jam e hapur në çfarëdo lloj mënyrë. Besoj që nga ju unë do mësoj diçka të bëj në të ardhmen.